Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, do diskutojmë ditën e sotme për atë që kemi diskutuar në fakt në të gjitha ditët që kemi qenë bashkë në podcast për luftën e lindjen e mesme, një luftë që ka ditë që po zgjat, por duket se ka përfshirë dhe aktorë të tjerë. Një ndër ta është dhe Turqia, që në një mënyrë indirekte është prekur me disa sulme raketore që kanë ardhur nga Irani të pretenduara në drejtim të këtij shteti. Për të diskutuar mbi këtë zhvillim, por jo vetëm, kemi gazetarin nga Turqia, Sokol Brahaj. Zoti Brahaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, është kënaqësi. Dinamika të shumta që lidhen dhe me Turqinë. Si e po e shikoni ju nga një kënd tjetër, nga shteti turk? Po në fakt nuk jemi në mes të luftës, por jemi në mes lindjes dhe perëndimit. Tashmë është quajtur sikur po lufton lindja me perëndimin dhe besoj që ne e shohim pak më ndryshe. Pra nuk e shohim as nga lindja, as nga perëndimi, as nga vendi që jemi, por e shohim në një geopolitik, qoftë rajonale, por qoftë edhe globale, pak më të paanshme për arsye se vendet që luftojnë njëra kryesore që tashmë është lufuar, është sulmuar nga Izraeli dhe Amerika, është komshia jonë, por jemi në njëjtën kohë jemi në një rajon e cila nuk është ndodhi një luftë e papritur apo ndodhi një gjë e papritur, por ka dekada me radhë që në vërtet gjak lufta, gjenocide, etnocides, pastrime etnike, krime, barbarizma, vende diktatoriale të cilat të ndikojnë shumë dhe ndoshta kjo është edhe ndër pikat jo më kryesore, por ndër pikat kryesore të cilat na bën të shohim ndoshta pak edhe më ndryshe, pra na bën të lexojmë edhe perëndimin edhe lindjen, por ta lexojmë edhe nga Turqia e cila në të gjitha këto konfliktet në dekadat e fundit është munduar që të jetë ndoshta jo neutrale, por të përdori sa më shumë dhe gjithë forcën sa ka normalisht, edhe tavolinën e diplomacisë, ndoshta nuk e ka forcën për të goditur dhe për të vendosur, por të paktën ja arrin, deri me tani ja ka arritur që të mbajë gjitha portat e diplomacisë hapur dhe kështu e shohim Turqia. Turqia tani që po flasim bashkë dhe ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan po bën një prononcim për media i cili thotë që ne po vëmë të pamundurën që kjo luftë mbaroj një sekondë më parë dhe të gjitha mënyrat e diplomacisë, pra qoftë nga Washingtoni, Bruxelli dhe në gjithë botën po të rrogasin në dyert e tyre dhe porta jonë është e hapur për të bërë çdo gjë që të ndalojmë këtë luftë, sepse nuk po djeg tashmë vetëm një vend apo dy vende, por po djeg të gjithë rajonin dhe avash tashmë kanë filluar të ndihen dhimbjet në të gjithë botën, qoftë nga ana e karburanteve, po ashtu edhe nga ana e udhëtimeve, pazarit, tregut, rritjes së çmimeve. Brahaj, këto sulme, nëse mund t'i quajmë sulme të raketa më saktë që janë hetur në drejtim të Turqisë, Irani ka pretenduar që janë aksidentale. Nga ana tjetër, si ka perceptuar Turqia, shteti turk? Mendojnë që janë aksidentale, ka një qëllim për të përfshirë edhe Turqinë në këtë konflikt për të krijuar kështu një konflikt më të gjerë në lindjen e mesme dhe në gjirin persik, si po analizohet? Po, në fakt, nëse e shohim, siç e thash edhe në fillim, në mënyrë të paanshme, kjo duket e qartë krejt që Izraeli dhe Amerika duan ta bëjnë këtë luftë ta përfshin mena kontrollit të tyre dhe jo jashtë kontrollit të tyre, e cila më sa duket tashmë ka dalë edhe jashtë kontrollit të strategjisë të tyre, më sa e shohim deri në ditën e sotme, e cila nuk e prisi që do ishte një luftë kaq e gjerë në gjithë gjirin përsi gadishullin arabik, e cila Irani në luftën dyjavore vitet e kaluar ishte një luan prej letre, tani në vërtet doli një luan i paparashikuar, pra se ai luani i plagosur që është duke dhënë shpirt dhe tashmë thot pa e kafshuar dhe pa e mbytur dhe gjithë çfarë kam të rreth në vdesën ngordh dhe unë vetë historia e luanit të plagosur, por Turqia e shef ndoshta edhe pak më ndryshe këtë, sepse siç dihet politikat e Izraelit, pra që ka pak nuk kemi që 2 vite sa që vetëm në të gjithë rajonin vetëm gjenocide, barbarizme më kriminale që janë bërë ndonjëherë në historinë e ri po i bën dhe e cila i intereson jashtë masë Izraelit që të përfshihet edhe Turqia në këtë pjesë, po ashtu me pa nga ana Washingtonit me sa duket dhe ka qef të përfshihet edhe Turqia për të përfshihet në një në kontrollin e saj, mund ta themi, por unë besoj që për diplomacia e Turqisë dhe presidenti Erdogan, por edhe vetë diplomacia e shtetit turk në fakt këtyre gjërave
e din që a janë provokuese për ato bomba që kanë ardhur, a janë provokuese, a janë të Izraelit, apo i kanë nisë Izraeli, apo i kanë nisë Irani, apo pavarësisht se nga territori i Iranit kanë ardhur këtej. Turqia besoj që ka inteligjencën e shishit të tyre, pra e burimit informatik turk, i cila ditë luaj apo ditë analizoj dhe ta shohim për ardhjen dhe nga është nisë dhe ku do shkojnë atë gjanat, kur në fakt edhe nëse i shohim pronësimet nga vetë Bruxelli, pra nga vetë NATO, po nga Washingtoni, i shohim që këta nuk kanë qenë në drejtim të atyre, pavarësisht se Pezeshkian, presidenti i Iranit, ka thënë që në asnjë mënyrë ne nuk i bëjmë duhe, por gjithsesi tashmë ata nuk kanë qenë kukulla, por kanë qenë bomba dhe janë azhësuar nga radaret e NATO-s, të cilat Turqia ja di vlerën e NATO-s, ku tashmë në lindje të Turqisë, pra në kufirin aty afër kufirit mes Iranit dhe Turqisë, janë bërë edhe patriotët tashmë, janë duke instaluar edhe sot patriotë, e cila duket një konformim shumë i ngushtë mes Turqisë dhe NATO-s, dhe kjo ja vlen shumë qoftë për aleancën e NATO-s, por ashtu edhe për Turqinë, por Turqia din të mbaj, si që thashtë pak përpara, din të mbaj neutralitetin, apo të peshoj mirë të mirën dhe të keqen. Pra nëse është një kundër përgjigje për këtë, se çfarë do ndodhi ditë bëj, kështu që Turqia, si që thashtë edhe pak më parë, që ka shkudan ende për vazhdim duke folur, kuptohet që ne do të bëhet të pamundën ashtu, por nuk do të harruar edhe kjo në fakt që Turqia, nëse është një goditje direkte për Turqinë, Turqia ditë të manovrojë, sepse është i vetmi shtet i NATO-s, pra edhe me i përqendruar se sa Polonia, apo Gjermania, apo vendet tjera baltike që janë të NATO-s, të cilat me shumë herë kanë kaluar avionet rus, apo dronet rus, kurse Turqia ku pa të kaluar në vijën ajrore të Turqisë një avion luftarak i Rusisë nga zona kufitare e Sirisë, në atë kohë kur ishin të zotët e rusët në Siri, Turqia ka bombarduar dhe ka arzuar avionin, kështu që Turqia me sa duket këtë nuk e shef që është një luftë e shpallur nga Irani kundër Turqisë, por e shef si provokime të cilat duhet ta fusin Turqinë brenda në këtë pellgur e saj, dhe nëse futet Turqia, atëherë në vërtetë që Izraeli ja arrin qëllimin ta shkatërrojë e gjithë rajonin, tashmë zatën shumë pak vende kanë ngelur pa shkatërruar. Po kurdët, ne dimë që njësitë kurde kanë mësyrë në territorin e Iranit, paktën kështu është raportuar nga mediat ndërkombëtare. A ka njësi të caktuara që po operojnë në formë toksore, me njësi toksore në këtë territor kaq të madh siç është shteti i Iranit? Po e kam ndjekur nga afër këtë çështjen e kurdëve, e cila ka rëndësime shumë të ndryshme, qoftë nga Izraeli, nga Teherani, nga Washingtoni, nga disa vende të kryeqytetet e vendeve të Bashkimit Evropian, po ashtu edhe të Ankaras, e cila do të thënë kjo që me të vërtetë propaganda apo informimi apo dëshira për të shprehur aq që dëshirojnë të bëjnë është në gjendje lufte, është shumë e rëndësishme se sa vetë ata prellat të bombat që i hullin njëri tjetrit, dhe këtë duhet kuptuar që është një propagandë shumë bukur, qoftë nga zoti Trump, nga Rubio, po ashtu edhe nga Izraeli, po ashtu edhe nga vendet e tjera siç është Bagdadi apo Damasku apo edhe pjesë të tjera të rajonit. Por do të thënë kjo që kurdët janë shprehur Mesut Barzania, pra lideri i kurdëve që është zyrtar në menaxhimin e Kurdistanit të Irakut, është shprehur krejt haftas që ne nuk do të jemi pjesë për këtë, dhe pra thënë ndryshe në Shqip që ne nuk do të jemi më mish për dop, sepse në fakt ka gati tashmë 3 dekada që po afrohen gati 3 dekada në pushtimin e Irakut nga ana e Amerikës, e cila kurdëve ju është premtuar, domethënë ajo toka e premtuar për ta, e cila përfshin gjysmën domethënë veriun e Irakut, Sirinë, Turqinë dhe Iranin, por në fakt të gjithë ata luftra apo bile mbi 50 vjet që luftojnë kurdët, qoftë në organizatën terroriste të PKK-s, po qoftë edhe me BJK, me të gjitha ato organizata të tyre që kanë në shtetet të lindjes së mesme, asnjë gjë nuk kanë arritur të marrë kur, po ashtu edhe realisht dhe politikisht, por ashtu edhe
në rajon puna e Sirisë për shembull, ku tashmë kemi një vit e 3 muaj ka kaluar nga ajo që u prisje që kurdët të jenë, domethënë një shtet kurd të bëhet në Siri, edhe ai falimentoi pra e gjithë fjalët e dhëna nga Amerika, edhe pse në mijëra kontejner armi ka furnizuar vazhdimisht, po ashtu edhe miliarda dollar të sponsorizuar nga Izraeli dhe nga Amerika për kurdët, ato nuk arritën të marrin asnjë, dhe për këtë besoj që edhe klasa intelektuale kurde në të gjithë vendet e rajonit, si themi ne shqip, ka zënë mend pra që mos jetë prej e kujt tjetër, pra as prej Izraelit ashtu, por ata që janë nëpër mediat, në sa media ndërkombëtare, apo në shumë media ndërkombëtare, është për të krijuar atë që u bë, pra ja i dolën edhe kurdët të bënë ashtu, por nuk duhet harruar që bëhet fjalë për një rajon të rëndësishëm në Iran, edhe pse për të thuash të gjithë ne analizojmë apo flasim për çështje jo vetëm tani por që dy vite që nga genocidi që filloi në Gaza deri në ditët e sotme, do të thënë kjo që ai Irani me të vërtetë na kanë nxjerrë të gjithëve bllokëve në analizat tona, në strategjitë e parashikimit tona kanë nxjerrë të gjithë bllok, sepse nuk u flisi asnjë nga Irani, biles edhe Trumpi, edhe Rubio, edhe Benjamin Netanyahu dhe gjithë elita e tij, kanë thënë që do ta bombardojmë dhe do të ndodhi një gjë kur ndodhi me Maduron. Pra Maduron në morën të gjatë ikën ne ku si të i vrasin dhe me të vërtetë që i kanë vrarë dhjetra liderët e Iranit, qoftë Bano Ushtarake, lideri suprem e të tjerë, dhe nuk ndodhi ajo që pritishin ata. Pra, kjo tregon që Irani ka një inteligjencë shumë të fortë, e cila në shumë në media në rajon që të thashë dhe në fillim kur më shoh jo nga një anë apo në tjetër, por më don të shoh të gjitha anët, sepse jam këtu ku me të vërtetë është dhe vendi ku ndoshta këto mundohet të analizoj nga me paanshmëri. Gjithsesi Irani është shumë i fortë edhe në teknologji, e cila dim, domethënë për shembull shqiptarë që na ka hakeruar para disa viteve gjithë shtetin tonë, gjitha institucionet e shtetit tonë, që ka policia, shishi, bankat, sistemi arsimor, i Albania, të gjitha, dhe po ky Iran i ka hakeruar të gjitha sistemet e Izraelit, e cila tashmë dihet se në çfarë gjendje domethënë është Izraeli, dhe për këtë arsye bëhet edhe ai nami, ai zhurma, si në zhurma e Davudit para se të bëjë dasma, që të tregoj që ja tashmë ata nuk rrëzuan dot gardën revolucionare të sistemit të Ajetullahit në ashtu, por tashmë përçuan kundër të tjerë, por datim sa duket tash në fakt tashmë e shohim që me të vërtetë nuk e paskemi llogaritur se sa i fortë është Irani në qenin e saj, pra kur vdes edhe lideri suprem i cili ka nuk është thjesht një shef i ushtrisë apo një president apo por është lideri suprem i cili i përket jo vetëm shtetit të tij, por edhe të gjithë botës shqite. Pra është siç është papa për katolikët, edhe lideri suprem i Iranit është për botën shi, pra për gati gjysmën e muslimanëve në botë, dhe vdekja e tij, pra domethënë vrasja e tij, ekzekutimi i tij nuk e shpërbëri një ushtri, e cila thotë që kemi një ushtri tashmë mozaike, e cila është në 31 ushtri apo 33 apo 99 ushtri të ndryshme, të cilat janë në gjendje për vite me radhë të mbijetojnë, pra sa do bombardime që të ketë Irani. Plus asaj, në këtë parë dhe hartën e Iranit, Irani është një hartë gjeografike e cila aty kanë humbur shumë ata që kanë munduar, kanë vepruar për të kushtuar Iranin, që nga Aleksandri i Madh vim tek Roma, vim tek Perandoria Osmane, Bizance, e të gjithë ata nuk kanë arritur ta kushtojnë, do sepse është një gjeografi krejt ndryshe, kurse puna e kurdëve me sa duket do të ketë, ndoshta edhe ka, do thënë po është një numër aq i vogël i cila garda revolucionare është në vend që dhe më pra ti haj gjallë pa dalë në fushë, do thënë pa dalë në rrugë. Ato kështu që të paktën deri më tani duket që Irani është shumë më i fortë, por është duke bërë strategjinë e të duruarit. Pra, aja strategjia të duruarit është edhe një term në diplomaci, në fakt e cila është shumë pak e aplikuar, për ndoshta edhe fare, por tashmë me Iranin kjo po na bën që të mendojmë krejt ndryshme, ku tashmë edhe ajo duke luajtur me atë jokerin e ngushtisë së Hormuzit, me të vërtetë kanë nxjerrë bllok totalisht edhe Amerikën edhe Izraelin dhe të gjithë rajonin, por do të thënë edhe kjo që nuk është se Irani po e fiton ndihmën, por Irani po e bën atë që me të vërtetë
ndoshta, nëse nuk e ka forcën të vazhdojnë, sepse nuk e dim se sa forcë ka, sepse kemi thënë ka kaq mijë bomba, kaq mijë drone, kaq, por këto janë gjitha burimet të Amerikës e cila edhe të Izraelit, e cila duket që me të vërtetë ato nuk pas kanë ditë asgjë në aspektin por bombardimet dhe teknologjia amerikane e cila jepet edhe Izraelit dhe bombardohet Iranin, normalisht Irani po humb, Irani ka humbur, po humb dhe do vazhdojë të humb Irani, por ama ajo strategjia e durimit e cili po si që thash në fillim që Luani i plagosur, atëherë prapa ju ka paguar të gjithë edhe ju një faturë shumë të madhe, edhe unë nuk vdes dhe këtë strategji po ndjek Irani, e cila shpresoj që paktën të vendoset drejtësia në bazën të drejtës ndërkombëtare, e cila sulmuese pra me të gjitha ligjet kundra të drejtës ndërkombëtare u pushtua, pra u sulmua nga Izraeli dhe ajo atëherë Irani do të ketë inshallah ka një forcë që ti thojnë si themi ne pra ka dalë bek se ka hendek dhe atë më thënë dhe kemi një tavolinë, por në sa duket prononcimet zyrtare të Iranit, edhe pse ka shumë gjëra për të dyshuar, normalisht gjitha këto që tash nuk janë se janë të prononcuar zyrtarisht nga Irani, por Irani tashmë ka thënë që po në tavolinën në luftën dhe mbarajon dhe jo Trumpi, por Trumpi mund ta paraqesë para popullit të tij si paraqiti para atë luftën dyjavore që tha po ne i eliminuam të gjitha uraniumet edhe bombat që ka Irani, e çfarë bë pastaj mas 6 muajve çfarë ndodhi, pra nuk kishte bërë asnjë gjë, e cila është një propagandë amerikane, por duhet parë edhe nga ana mallore, e cila Amerika në strategjinë e saj globale po ecën me atë që pret dhe që atë që do, kurse rajoni tashmë është kthyer më shpërtot qoftë edhe Izraeli, qoftë edhe vendet arabe, por do të thënë edhe kjo që edhe Izraeli, e cila me gjoja është vendi më i sigurt në botë, e cila edhe vendet përreth pra aleatët e ngushtë arabisë të Amerikës që janë arabet, si që janë gjiri shtetet e gjithë përsi të gatishullit arabik, të gjitha e humben atë parajsen në botën e sotme, e cila ishin vend më të sigurta, më të pasur më ashtu dhe tashmë izraelitët me i parë, domethënë nuk e di se sa japin mediat në Shqipëri, por me i parë realisht se si po hikun të gjithë izraelitët. Pra ata që kanë leksa, që s'kanë kjo dhe çfarë kontrolli po bën Izraeli dhe Mossadi për mos me lënë me hik, por gjithsesi nuk është se ata janë në në shqetësit të ndryshme dhe hikun nëpër ambasadat e vendeve që kanë shqetësit e tyre. Kjo tregon që gjitha iluzioni, ajo prralla që ishte për lindjen e mesme, qoftë edhe Izraeli mrena, ajo ka falimentuar tashmë ku kemi një botë krejt ndryshe dhe kurdët, ndryshe dhe kurdët nuk besoj që do të jenë tashmë mish për top, sepse edhe në mbrëmjen e kaluar me 10 apo me 100 dron janë bombarduar nga Irani, nuk kemi një prononcim zyrtare, por janë bombarduar nga Irani shumë pika strategjike të kurdëve të cilët pra edhe ato nëse do të ndojnë të kalojnë në Iran për të luftuar Irani këto i përkuar se i ka eliminuar të gjitha këto mundësi. Qartë, flitet po ashtu shumë për Mojtaba Khamenei, lindrin e ri të Iranit, nga ana tjetër ka disa teori konspirative dhe lajme që po qarkullojnë edhe për zotin Netanyahu. Si përshëndrojnë këto dy lidera? A janë të sigurt rreth parë si po perceptohet në Turqi? Në fakt kjo nuk është se mund ta shohim vetëm thjesht nga Turqia, por të parë edhe pak më gjëra, e cila siç e tha aty dikun ka shumë teori konspiracioni, dikun ka hamendsi, dikun ka mendime që mendojnë që ka bërë kjo 1 2 3 bojnë 5 e tjera, por në fakt do të thënë kjo që ne ende nuk e kemi parë, domethënë live dikun apo në një video të bërë pasi i jati ka vdekur të Mujtaba Khamenei, i cili pra nuk dihet me vërtet a është gjallë apo nuk është gjallë, këtë nuk e di ende, edhe pse ai është zgjedhur lideri suprem nga përzgjedhur të Iranit, është zgjedhur lideri suprem, por ende nuk kemi asnjë prononcim që të paktën të na bindin ne se ai është gjallë. E para, e dyta me pa nga ana e Benjamin Netanyahu, edhe pse dikun gjoja ka nga dalë ca video që është në Izrael, ai dihet që nuk është në Izrael, por është diku në Ballkan apo në Europë, sepse po komandon po mundohet ta drejtojë këtë luftë, sepse tashmë dihet që ajo popola e hekut e Izraelit ka lënë shumë të dëshiruar dhe
vetë Izraelin nuk lënë asnjë mënyrë kolegët tanë që të bëjë të gjiroj atë vendet ku bombardohen, vetëm ato ku do t'i japin ato për të bërë propagandën e tyre. Kurse mes tyre dy liderëve ka një ndryshim I cili njëri është Hamane është I panjohur për publikun, qoftë për publikun rajonal, por edhe për publikun ndërkombëtar, I cili nuk është njihet çfarë ka bërë, si ka bërë, çysh ka bërë, ku ka qenë, si ka bërë, por është një lider I cili ka qenë I rëndësishëm për të jatin e tina, pra ka qenë siç themi ne edhe çelësi asaj kutisë së Pandorës për të jatin e tij, pra për Ayatollah Khamenei, I cili e njeh shumë mirë Iranin dhe nëse ai është gjallë, pra me të vërtetë që ai do të ndjeku rrugën e jatit, pra atë premtime që ka dhënë jati dhe ato që ka bërë jati, ky do të shumë fishoj, sepse në fund të fundit tashmë është edhe një gjakmarrje personale dhe familjare dhe ti është një logjike shteti ku dihet shumë mirë sepse asnjë shtet apo asnjë qeveri nuk ka nder, besë, burrni sepse janë shtetet, pra personi është derën kurse nëse me të vërtetë është gjallë ai atëherë duket tregon faktin deri më tani që nuk do të dorëzohet krejt kollaj si ku kemi menduar ne. Kurse ne pa nga ana Benjamin Netanyahu, po Benjamin Netanyahu dhe qeveria e tij dhe qindra mijë për mos më thënë 200-300.000 drejtues të shtetit Izraelit janë njerëz që kanë dalë duart me gjak në krimet më makabre në historinë e njerëzimit që kanë bërë në Gaza dhe lideri I tyre, pra Benjamin Netanyahu dhe shumë nga ata kërkojnë nga gjykata penale ndërkombëtare për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte të cilat kjo ja ul kokën Izraelit dhe e hedh në erat mbështetjen e të gjithë Europës, pavarësisht se tashmë gjithë Europa është I detyruar të shkojë pas Amerikës, sepse duket forca dihet tashmë forca e Amerikës dhe dyndja e saj që ka për Europën, por nëse një gjë mund të ndryshojë, pra nëse ndryshon diçka, Europa do të jetë e para e cila do të ketë një qasje krejt tjetër ndaj hebrejve dhe asaj që predikohet domethënë për hebrejt, sepse siç dihet pasi popujt e Europës u ngritën në këmbë ata lundrat e ata varkat e veta për të shkuar në Gaza, Trump u detyruar ta ndaloj luftën, pastaj bani ata këto, por nuk u bë asgjë, ende vazhdon krimet atje dhe kemi një lider pra I cili ka bërë dhe bën krime kundër njerëzimit dhe nuk mund t'i krahasojmë të dy me njëri tjetrin pavarësisht se po të kuptimi amerikan apo për kuptimi të fortë thotë që këta janë kriminalë, janë ashtu, janë kështu, por s'du të harruar që sulmi I parë është bërë nga Izraeli dhe nga Amerika, e cila kjo edhe dje, domethënë bisedat që u bën në falën e Këshillit e Sigurimit të Kombeve të Bashkuar tregojnë që ky është një akt, domethënë I kundra të drejtës ndërkombëtare, pra Irani totalisht ka të drejtën për mbrojtje dhe sipas ligjit të hebrejve, pra nëse kjo është një luftë edhe teologjike apo që kanë brenda nocion teologjik, atëherë Irani duhet t'ia bëj atë çfarë I ka bërë Izraeli. Pra nëse Izraeli bën vret një njeri, Irani do të vrasë sepse ligji I hebrejve është dhëm për dhëm dhe sy për sy, por me sa duket këtu do të presim domethënë se çfarë do të ndodhë, si do ta menaxhoj Amerika këtë çështje ku në këtë luftë të dy liderëve, pra qoftë Netanyahu për qoftë edhe të Mushteba Hamanei, tashmë që me gjëja janë të dy liderët janë të gjallë, por nuk e dim, por këtë do të kenë një luftë shumë të gjatë, por Amerika si do të bëjë dhe çfarë do të bëjë, por siç e thash edhe pak më parë, që Amerika ka ditur të godisë në të gjitha anët, pra edhe ajo barra e madhe që ka prej dekada të Izraelit, miliarda euro që në Izraelit, tashmë gjithë lobi hebrej nuk do ta ketë më fytyrën që I themi ne apo atë forcën që ti kërkoj sistemit amerikan, deep state, që I themi. Sistemit amerikan që ja tash kaq të bëjnë për Izraelin, kaq të bëjnë sepse të gjithë ajo që ishte ëndra prej dekadash me radhë doli krejt false, e cila me të vërtetë është një problem jashtëmase për botën, por jo për Amerikën, që duhet ta theksoj sepse Amerika me një gur që ne nuk vret 2 zogj, por vret 2 zogj, 12, 13 e 100 zogj, e cila hegemonia e të gjithë të globit tashmë është në dorën e Amerikës, por nëse Irani arrin ta mposhtë shumë gjëra, kjo duket që do të kemi një botë ndryshe, pra në të ardhmen pak pas 2-3 muajve do të fillojmë në ca binare të tjera, por nuk do të harruar edhe kjo që vendimi I Këshillit
sigurimit të Kombeve të Bashkuara dje bëri një vendim i cili edhe Rusia edhe Kina, që me gjoja Rusia Kina janë pro-Iran dhe po ndihmojnë Iran, ata u bashkuan në asaj që deshti Shtetet e Bashkuara, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Kuwaiti, që thanë kjo që po bën Izrael, Irani është e palishme dhe e cila edhe Kina dhe ata nuk abstenuan, por thanë, okay, pra edhe Irani duket që është i vetëm totalisht dhe jo me Kinën e Rusisë, sepse Kina dhe Rusia tashmë kanë hallat e veta jashtë masit të mëdha, të cilat teknologjia e tyre duket që është shumë e vogël kundra asaj amerikane dhe në çdo aspekt dhe në çdo cep të botës Amerika ka arritur të arrijë qëllimet e veta, që nga Amerika Latine, Amerika e Jugut, lindjet e mesme, në Rusi, në Europë dhe gjithandej. Para disa ditësh juve deklaruat në një nga mediat që ishit i pranishëm që NATO së shpejti do të futet në këtë konflikt dhe në luftë. Sa i qëndroni akoma këtij mendimi dhe sa kanë nga përcyer çmimet në Turqi duke qenë se jeni shumë afër territorit? Po NATO do futet në luftë dhe në fakt NATO është në luftë, por jo e gjithë NATO, shumë anëtarë të NATO-s dhe unë endi që i qëndroj këtij mendimi, por gjithsesi unë edhe njëherë në kohë mendoj që Turqia nuk do të futet në këtë. Pra, NATO do futet, por do kemi për shembull shembullin e Iranit, shembullin e Sirisë, shembullin në pranverën arabe që i ikën me radhë Kadafia e tjerë. Pra NATO do të jetë pjesë e tyre, por jo e gjithë NATO, e cila edhe NATO e ditë të bëjë diplomaci, për shembull edhe me luftën e pushtimin e Ukrainës nga Rusia, dihet mirë që NATO e gjoja është në atë Bashkimin Evropian, por Turqia është anëtare e NATO-s dhe ka marrëveshje dhe bën biznes me të gjithë ata. Pra, unë ende qëndroj në atë mendim që po NATO e do futet, ku priça domethënë këtë javë që të futet shumë anëtarë të saj, por do të shohim edhe çfarë metode do të nxjerrë, do të aplikojë Trumpi, sepse dje ka folur mbi 30 herë Trumpi, qoftë në median e tij sociale, por qoftë edhe para TV-ve, që në 30 herë që ka folur ka shkurtër, 30 herë ka thënë gjëra krejt të ndryshme, pra nuk ka thënë 2 herë të njëjtën gjë. Kurse rritja e çmimeve edhe në Turqi gradualisht po rritet, pasi ra nafta zbriti përsëri në Turqi nga 10 cent me euro për llogaris, zbriti nafta, por tashmë përsëri e kaloi se për ato orë të fundit e kaloi $100 barili, si thënë, fuqia e naftës dhe përsëri normalisht që do të pritet ashtu, por rritja e naftës apo e çmimeve në Turqi në fakt ka një problem jetik Turqia që këto vitet e fundit të inflacionit, pra dhe pa lufta, por normalisht edhe kjo lufta dhe problemet e petrolit ndërkombëtar rritin çmimit, por gjithsesi rritja e çmimit në Turqi, të paktën për të 12 ditët, nuk është aq sa është rritën çmimet në Shqipëri apo në shumë vendet e Europës. Faleminderit shumë Stokol që ishit i pranishëm me ne dhe faleminderit shumë për gjithë ato që na përfyet. Ishte kënaqësi edhe unë ju falenderoj.